Si më doli kësaj radhe keku me portokalle, herën e parë nuk më doli fare i mirë, e provova prapë, vetëm që kësaj radhe kisha një problem që nuk kisha sheqer të mjaftueshëm dhe u detyrova i hodha gjysmat e këtyre masave dhe do t'ua them se si çfarë hodha. Hodha një portokalle, 100 gram sheqer, 45 ml vaj lule dielli, 2 vezë, 30 ml qumësht, pak vanilje, 200 gram miell edhe 10 gram baking powder. Tani unë me që nuk isha sheqerin e plot i hodha mjalt, siç mund të shikoni, edhe pastaj çdo gjë hodha gjysmat. Ndaj edhe do shikoni që në fund keku doli shumë i hollë, se edhe ena ishte e madhe për këtë sasi që përgatita, por edhe ishte sasia gjysma që duhet të përgatisja për miellin. Po nejse, juve mund të hidhni 2 fish nga këto që thash unë, edhe t'u dali tamam dhe ta bëni në një enë më të vogël. Por dua të them që sado që doli i holl keku, doli një shije njerëz fantastike, doli shumë e mirë. Radhën e parë nuk doli fare i mirë, nuk kulloi brenda keku, kësaj radhe kulloi, doli perfekt. Është e kot që të them që e hëngrën brenda ditës, gjysmë unë, gjysmë burri, se kishte dalë shumë i mirë, shumë i shishëm. Që kështu nëse hidhni 2 fish në sasisë që u thashur nga këto, edhe e bëni në një enë më të vogël ose në enën që e bëra unë, se okay, juve do keni 2 fish në gjërave, del perfekt. Ciao ciao.